banka zhvillimore. Keni pas 5 vjet me bo edhe bankën zhvillimore, edhe fondi zhvillimor, përveç një koncept dokumenti që keni bo, nuk keni avancu. Ajo është relative ajo. Ne kemi një problem tek struktura ekonomike. Edhe aty ndryshimi i strukturës, përderisa nuk investohet në ndryshim të strukturës, ne kemi me vazhdu me pas probleme në Kosovë. Për këtë arsye, formimi i kapitalit dhe investimit industriale është prioriteti numër 1, edhe në kuadër të këtij prioriteti përfshihet banka zhvillimore, investim 1 miliard euro për prodhem. Pastaj është amortizimi i përshpejtuar, është. Faleminderit, 30 sekonda Secili, Urna Besjan. Nga Armendi keni pas 5 vjet me bo edhe bankën zhvillimore, edhe fondi zhvillimor, përveç një koncept dokumenti që keni bo, nuk keni avancu në asnjë drejtim në këto 2 drejtime. Pra që të flisni tash kur e kërkoni mandatin tjetër për projekte që s'keni arrit me realizu për 5 vjet, historia tregon që nuk keni ndonjë sukses në këtë drejtim. Prandaj tu kisha lut bisedo diçka, shpalos diçka konkrete, sepse i po flet për 2 projekte që s'keni bo asgjë në këto 5 vitet e kaluara. A mund të vazhdoj të shpalosja gjëra konkrete, pastaj është relative ajo. Ajo që është e rëndësishme po ashtu në kuadër të këtij prioriteti është potenciali jashtëzakonshëm që kemi tek formimi i kapitalit përmes investimeve publike dhe partneriteteve. Qoftë 1 miliard investime kapitale për çdo vit. Tjetra, potenciali në minjera dhe në energji, nga potencialet më të rëndësishme të Kosovës, aty do të jetë prioriteti, dhe tretë që është e rëndësishme, tek pjesa e produktivitetit, përmirësimi i produktivitetit, përmes investimeve në ICT, sektorin ICT-s, ekonomia digjitale. Ajo është pjesë tepër e rëndësishme.